Derisa Tetova ka 12 vjet që po pret të mbyllet projekti i bibliotekës dhe teatrit, Kamiani Bogovinës ka 9 vjet që Qendrën për Kulturë e ka ende në shtylla, Komuna e Zhelinës është drejt përfundimit të Qendrës për Kulturë. Kryetari Blerim Sejdiu pret që punët të përfundojnë në mars. 3 vite, për arsye jo se është punuar në mënyrë permanente, por se është përfunduar njëra fazë dhe është dashur që na u dashur kohë që të gjejmë mjete për fazën e dytë. Tani jemi duke përfunduar. Unë jam i gëzuar që jemi duke përfunduar atë projekt, se ka raste ku edhe kanë ngecur me dekada projekte tjera, por nuk është një rast i tillë tek ne. Projekti ka kushtuar afërsisht 600.000 euro. Me të përfunduar tërësisht, Komuna e Zhelinës do të bëjë kërkesë në Ministrinë e Kulturës që Pallati i Kulturës të jetë i karakterit nacional e jo vetëm lokal, me çka do të siguroheshin fonde për mirëmbajtje dhe funksionim të vazhdueshëm. Ideja dhe qëllimi jonë është që këtë Pallat Kulture ta shpallim me status nacional, pra që të jetë Pallat i Kulturës nacional që të financohet, që nuk kupton financohet nga burimet e buxhetit shtetëror dhe jo nga komuna, dhe me këtë ne të gjejmë pra resurse të vazhdueshme dhe përhershme të mirëmbajtjes dhe funksionimit të këtij Pallati Kulturës. Faza e parë e ndërtimit ka kushtuar 350.000 euro, mjete nga TAV Maqedoni. Faza e dytë, thuajse në të njëjtën shumë, është financuar nga mjete nga Kredia Hungareze përmes Ministrisë së Kulturës.